Policia e Sarandës u godit në harkun e pak ditëve nga arrestimet e disa drejtuesve dhe punonjësve me akuza nga mbështetja tek përfshira direkte në veprimtari kriminale, përballë të cilës kryepolici Skënder Hita kërkoi reflektim, përgjegjësi dhe rikthimin e besimit të qytetarëve te uniforma e shtetit. Është e papranueshme situata në Sarandë dhe kjo është përgjegjësi e drejtë për drejtë e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, ndaj kërkohet reflektim, përgjegjësi dhe rikthimi i besimit të qytetarëve tek policia. Nga Saranda për të gjithë punonjësit e policisë së shtetit, mesazhi ishte i prerë. Cilido që do të mbaj lidhje apo do të favorizoj grupet kriminale dhe elementet me rrezikshmëri të lartë shoqërore do të përjashtohen nga policia dhe do të merret drejtësia me të. Duke marrë shkas nga skandalet e mbështetjes së ndërtimeve pa leje në jug të vendit, kryepolici tha një porosi të qartë. Ndërtimet pa leje në asnjë mënyrë nuk do të lejohen. Bashkëpunoni dhe koordinoni veprimet me strukturat e tjera përgjegjëse për mbrojtjen e territorit. Luftë ndaj çdo forme të krimit dhe siguri e garanci për qytetarët ishte kërkesa për uniformat blu. Strukturat policore duhet të reagojnë me forcë ndaj grupeve kriminale, armëmbajtjes pa leje, kapjes së shtetasve të kërkuar, trafikut të narkotikëve dhe ndaj çdo aktiviteti kriminal që cënon rendin dhe sigurinë publike. Kryepolici kërkoi zbatimin e menjëhershëm të planit të ri të masave për siguri në shkolla kundër lëndëve narkotike dhe sendeve të ndaluara. Siguria në shkolla është prioritet mbi prioritete. Deri në ditën e fundit të vitit shkollor kërkohet angazhim maksimal për sigurinë e jetës dhe shëndetit të nxënësve, sigurimin e informacionit me agjentët e policisë kriminale dhe goditjet e atyre që tentojnë të dëmtojnë të ardhmen e vendit. Në prag të sezonit turistik, drejtori i përgjithshëm kërkoi angazhim maksimal nga të gjitha strukturat policore për garantimin e rendit, sigurisë dhe ofrimin e një shërbimi profesional ndaj qytetarëve dhe turistëve vendase të huaj.